Për Myzaçet e Hasin, sot është realizuar një ëndër e kamotshme. Ajo së bashku me familjen e saj është bërë pronare një shtëpie të re në lagjen Ali Ibra. Valla përpara kom kujtu shumë të keq anina, kom pa shtëpia, tash jam shumë mirë. Çfarë kushte është shtëpia? Valla mirë një herë, shumë mirë është. Për na marrin nxehtë, me që më kon atje, shumë keq më kon atje, kom pa shumë ftoftë. Këtu po më duket shumë më mirë është. Të njëjtin fat, patën edhe 51 familje të tjera të komunitetit Rom Ashkali Egjiptas. Kryetarja e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, së bashku me përfaqësues të qeverisë së Kosovës, ambasadoren zvicrane, përfaqësues të Karitasit Zvicrane të Kosovës, ishin të pranishëm në inaugurimin e projektit për strehim dhe integrim të komuniteteve. E para Gjakovës këtë projekt e lidhi me disa përjetime nga e kaluara e saj. 7 vite më parë, në vitin 2009, kur unë herën e parë garova për kryetarit komunës Gjakovës, një fëmijë nga kjo lagje u bë hit në gjithë Kosovën. Ai këndoi para një mediumi kosovar një këngë, të cilën e kompozoi aty për aty, dhe teksti i asaj këngës mesin e tjerave ishte se emri im në vend Mimoza u quajt Limoza, edhe tha Limoza ka me na mbaru shtëpiat, mesin e tjerave. Sot nuk ka një arritje më të madhe për komunitetin e juaj, për mua në këtë proces, se thom se ajo këngë e tij e komponuar ad hoc, e përpiluar ad hoc, u bë realitet. Qeveria e Kosovës do të vazhdojë me përkrajen e këtij komuniteti. Ne së bashku do të mundohemi që të përmirësojmë kushtet e jetesës, si në infrastrukturë, arsim dhe në gjitha aspektet. E kënaqur që merr pjesë në inaugurimin e këtij projekti ishte edhe ambasadorja e Zvicrës. Kjo ngjarje nuk është vetëm përmbyllja një projekti të suksesshëm, gjithsesi është ngjarje e cila vendos nismë të re për jetën e këtyre banorëve në Gjakovë. Sot ne po e kompletojmë dorëzimin e rreth 120 shtëpive për rreth 800 përfitues në Gjakovë. 10 nga ju përfshi gra keni qenë të mbështetura me aktivitete për gjenerim dhe rritje të ardhurave. Tani keni ardhur në një gjendje për të punësuar të tjerë. Këto ishin dëshira në të kaluarën për ju, ndërsa sot i keni të gjitha mundësitë për të shikuar drejt së ardhmës. Ndërsa përfaqësuesi i zyrës së ADAS, Kristian Gjeusis, shtoi se organizata deri më tani ndërtuan shtëpi dhe mure, dhe kjo ishte një hap i vogël, ndërsa tani e tutje u mbetet të thyejnë barrierat dhe muret në marrëdhëniet shoqërore, po ashtu thyrjen e këtyre barrierave edhe në zemrat dhe mendjet e tyre. E sipas drejtorit të Karitasit Zvicran, pas një pune të suksesshme, gjithmonë ka një ekip të suksesshëm. Mbrapa me janë banorët e lagjës, kushtet të cilve tregojnë se çfarë puna është realizu. Sidoqoftë, Karitasi Zvicran nuk do të ndalet këtu. Karitasi Zvicran në bashkëpunim me partnerin ton strategjik, Karitasin e Kosovës, do të vazhdojmë të mbështesim komunitetin Rom Ashkali Egjiptas në lagje nëpërmjet qendrës komuniteteve. Ndërsa në emër të Karitasit të Kosovës foli Mark Buzhala. Në fund së bashku vizituan lagjen Ali Ibra për të shikuar nga afër punimet që janë bërë në këtë pjesë të qytetit.